Siguranca trimoshave të BKH-s, për cilët kanë dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pas verifikimit se ambienti i depozitimit ishte i sigurt dhe i monitoruar me kamera, hetuesit kanë depozituar armët dhe kanë vijuar normalisht me kryerjen e veprimeve proceduriale. Theksojmë se në asnjë moment nuk ka pasur debat apo përplasje mes hetuesve të BKH-s dhe Gardës së Republikës. E drejta e hetuesve të BKH-s për mbajtjen e armës së zjarrit mbështetet tek ligji për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore, që parashikon shprehimisht se oficerët e policisë gjyqësore, përfshirë ata të BKH-s, pajisen me armë zjarri sipas legjislacionit në fuqi për përdorimin e tyre. Komenton këtë. Është një lodhje nervash e Ramës, apo po mbron pavarësinë e institucionit, apo bëhet BKH-ja dhe Spaku po bëhet tejet agresiv? Kjo është në vazhdën e një logjike tjetër që ka pas kryeministri kur tha që në rast se këta guxojnë të marrin telefonin mu, të harrojnë këtë moment. Pra, besojnë që është në vazhdën e asaj gjëje. Edhe atëherë e kishte i hall dhe tani e ka i hall. Sigurisht që BKH-ja nuk ja zgjidh dot as të tjerët, por kjo është totalisht banale, domethënë pikën që e ka çu ky debatin. Qoftë edhe me rrogat e këtyre, domethënë të gjyqtarëve, se ka spekulu për shifrën e rrogave, se nuk është aq. Pastaj edhe nëse ata kërkojnë me urrit rroga, unë e shoh pozitive, me të thënë drejtën, sepse këtu ka akoma gjyqtarë që marrin rrogën. Se zakonisht ne ishim mësuar gjyqtarë që si merrshin rrogat, se nuk e dinin sa paguheshin. Nga mënyra se si funksiononin, domethënë duke bërë korrupsion. Disa si marrin prapë, se ka akoma në sistem, domethënë tillë, por kur gjyqtari kërkon me urrit rroga, besojnë është pozitive. Nuk e di, në Angli e kishte një 30.000 pound gjyqtari rrogën, sepse është ajo historia Napoleon Bonapartit që e dini të gjithë, kur në Francë kishte korrupsion të madh, i tha rritja u rrogën, vazhdoi duke u rrit edhe në fund fare ngelen disa, domethënë që vazhdonin akoma me bë korrupsion edhe kur ja rriste rrogën. Tha atëherë këta vriti, se këta nuk janë për me bë drejtësi. Pse e mora këtë shembull? Për me kuptuar që ky sillet me gjyqtarët sikur ja ka shpirtin në dorë. Domethënë sikur i ushqe ky, ndërkohë Republika i ka ato pushtetet e ndara. Të ndara, check and balance, me këtë ide ka gjithmonë. Kështu duhet jetë edhe Shqipëria në fakt, për ngjaj republikave perëndimore. Por ky është një moment nervozizmi i kryeministrit, i bezdisur nga prania e BKH-s në zyrat e tij, sepse ky ka qenë me ato idenë e një legibus solutus, ka qenë një jurist i famshëm në Romën Perandorake dhe thonte legibus solutus për ato që janë të palidhur dhe të pakushzuar nga ligji. Çfarë i pëlqen kryeministrit ka fuqinë e ligjit. Në këtë rast që po i preken interesat drejt për drejt, sigurisht që ky do nxjerrë edhe atë anën e errët, që në fakt sa herë është gërvisht pak, nga drejtësia, ky gjithmonë ka reaguar në këtë lloj forme. Unë mendoj që është çështje shumë serioze, çështja e Belinda Ballugut, sepse lidhet drejt për drejt, ja u them edhe herë tjetër dhe kësaj duhet të mshoj, lidhet drejt për drejt me fatin e Ramës. Ka një paqe të armatosur me sistemin e drejtësisë, se ka folur edhe për armatimin e tyre, domethënë për patllakat apo jo, se kështu e përdorin zhargon. E thot ata, edhe besoj që është moment shumë delikat që po përjeton kryeministri, e shpall të nervozizmin her pas here. Gjithsesi ai ka kërcënuar që deri te telefoni vet nuk do arrijnë. Kështu që të shikojmë tani topi është në fushën e drejtësisë. Ne do të shikojmë se si do të reagojnë ata. Sigurisht që gjyqtarët janë të partikulum, në kuptimin që nuk shprehen, por shprehen vetëm me vendime, dhe do të shikojmë tani se si do të shkojë historia. Petra, këtë konflikt që